Ky emision mundësohet nga Një histori e bukur dashurie lindi mes dy të rinjëve, njëra nga Shqipëria e tjetri nga Kosova, por që jeton dhe vepron në Amerikë. E kemi fjalën për Alvisën dhe bashkimin. Atë kemi pas javën e kaluar, e sigurisht që një intervistë ekskluzive me bashkimin nuk mund t'ju mungoj shikuesve të dashur të emisionit në Zoom. Ai flet për lidhjen me Alvisën, por edhe paragjykimet e ndoshta edhe kritikat cilat i kanë marrë në rrjetet sociale, duke marrë parasysh që dashurinë e kanë shprehur publikisht para miliona shqiptarëve. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villat e astra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villat e astra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani te Astra e shijoni luksin që meritoni. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshime që ndru jashtë. Shumë për të smani juve i sërku. Tani çfarë kërkon më shumë se kaq? Qeshe. Po tani? Se qeshe. Një kish marrë malli të qikoja. Të kthehemi pas në kohë kur ishin një prej çifteve më të njohura të showbizit shqiptar. Bëhet fjalë për Alvisën dhe bashkimin. Që të dynë Zumi pati intervistuar kur ishin teje të lumtur. U takua në një program njohjesh mes çifteve për t'i thënë po njëri tjetrit fiks para miliona shqiptarëve. Po, doja i dhash pak kohë, besoj se i kam mjaftuar, kështu që është momenti t'ja bëjmë bam. Oh, t'ja bëjmë bam. Janë atëherë në qendër të studios. Janë në qendër të studios. Se bashkimi është një njeri që më fal qetësi, plus edhe të dy bashkë kishim shumë nevojë për qetësi. Por çka ndodhi në realitet me ndarjen e bujshme të dy personazheve? Njëra nga Shqipëria e tjetri nga Mitrovica, por që jeton dhe vepron në Amerikë. Kemi një fillim më të mbarë se që kishim atëherë.
Kishte filluar shumë. Lidhja tyre u komentua temase derisa në një moment ata hoqën njëri tjetrin nga Instagrami e gjithashtu kanë fshirë fotografitë e përbashkëta. Kjo ishte shenja parë dhe fundit që ata vetë se i kanë ndarë rrugët. Dhe e dyta ta cek, sepse dashuria është një fjalë shumë e madhe, kemi pas ndjesi për njëri tjetrin ose të paktën nuk flas për veten time, nuk ka qenë ajo dashuria aq e madhe, kurse për pjesën e arsyes që kanë thënë xhelozia, kam qenë e ftuar në një emision dhe ka qenë thjesht lojë, duke qenë se duhet merrnim ato pikët, unë kam dhënë një arsye, por normalisht unë nuk kurse jam shumë xheloze në maksimum. Alvisa vazhdoi karrierën duke hapur një biznes në Shqipëri. Teksa bashkimi iki për në Amerikë nuk ishte aktiv në rrjetet sociale, duke anuluar të gjitha intervistat. Gjatë kësaj kohe për Alvisën shkruheshin lloj-lloj lajmesh e shumica të pavërteta. Derisa në këto moment kur të gjithë u habitëm, kur ajo sapo e konfirmoi një javë më parë që është e lidhur, e madje duke i shumë e lumtur në krahët e të dashurit të ri. Kurse në jetën e Saitit nuk ka lëvizje të armikut, paktën po bazohemi në postime në Instagram. Fidi bashkimit është i mbushur vetëm me fotografi të tij, e madje postimi i fundit daton qysh më 2 gusht. Përndryshe emri të dyve ka qenë i lakuar se mund të bëheshin pjesë e Big Brother VIP, por deri tani kjo gjë nuk ndodhe.